Ma kur dalim për dunjoje, nëse s'dalim na fitimtar me sevape, me ibadete, atëherë çka? Atëherë ka qenë pikëllimi më i madh. Atëherë ka qenë pikëllimi më i madh. Mërzia më e madhe, brenga më e madhe se e patëm shansën me vohej dhe mirë, po nuk e shfrytëzuam as sa duhet. Andaj mendoj se kjo porosi duhet vazhdimisht të jetë e pranishme në mendjen tonë, se askush prej neve nuk ka garanca se sa jetu. Dikush të hosh mirë e kiti, po shumë me thellë komunën gjunahe, shumë gabime kombo. S'ka lidhje, ktheu. Pasi që Allah të ka dhënë imër, të ka dhënë shansë. Çdo ditë të re, çdo ditë ki shansë të re. Ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala, çka i thot njeriu? Ja ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. O njeri, çka është ai që të mashtron para Allahut që është fisnik bujar të qepshëm? Pse ti mashtrohesh? Ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Ktheu tash se e ke mundësinë e korrigjimit. S'ka lidhje sa ke hinë dhe janë gjuna. S'ka lidhje sa ke hinë dhe janë gjuna. Rahmeti Allahut është edhe më i madh. Dera Allahut e pendimit është qel, derisa të del dilli nga perëndimi, dhe derisa të vjen shpirti në fytyn tënd. Ke mundësi më kthy. Dhe kur kthehesh sinqerisht, kur kthehesh me përndjeme, kur kthehesh i bindur se Allahu ta fal, ke gjegën në të gjunahe. Ke gjegën në të gjunahe. Shkromi von pendimi o gjunahe që i ke vot kalume. S'len kur gjo as hibi në s'len. E taibu min adhembi kemen la dhembe le. Ai që pendohet nga një gjunahe është ai se ka, ai që se ka gjunahe hiq. Madja Allahu dhul gjelal me pendimin e sinqert, ti shëndron ato gabimet kaluar në sevape. Këtë veç Allahu e ban subhanahu wa ta'ala, asë kështë tjetër përveç ti. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Atyra Allahu ja shëndron shijat në të mira, e Allahu shfalës edhe është i mëshirshëm. Andaj shfrytëzoje çdo ditë të re që ka dhënë Allahu si mundësi të re për të penduar te Allahu, për të kthyer te Allahu. Nuk është vonë. Nëse baba si bab, kur i dënohet djali dhe ik në shtëpi, 1 vjet, 2, 3, 5, 10, edhe mas të rritë më këtë shpia. Baba i dhëmë, fillim, shumë ka i dhëmë, pëse ai ka bëha si gjesi. Ama mas 10 vite, kër e thëtë përdu më këthi, a mendon djarë baba, a me pranun, thëtë me gjithë qef, veç në të vere. Veç në të vere. Ma ka marrë mali, imi mërzit. Allahu dhul gjelal është edhe ma i mëshirshëm se baba. Ai edhe ma shumë gëzohet, kur ti ike 1 vjet, e 5, e 10, e 20, ike, u largove për Allahu subhanahu wa ta'ala, u largove për rahmetit ti, u largove për ibadeteve tia, tash e vendose mu pendu mu këthi, a i gëzohet me ty, ta qel derën krajnë kraj, veç ktheu, se a i nuk të ka kriju ti me djekë gjehenen, a i të ka kriju ty që t'jesht një rob i Allahut dhe të shfitosh mirat dunja dhe në ahiret, të gëzohesh me të mirat e ti në gjenet. Dhe pra shkak, në gjda që na e ka dhonë këtë rast, një ditë të re, ta shfrytëzojmë bëjmë tauba dhe istighfar. Të kërkojmë falje te Allahu subhanahu wa ta'ala, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imami i njerëzve më të devotshëm, në ditë 70 dhe 100 herë bëjë tauba dhe istighfar. Jo sa i bëjë gjunahe, po thjesht e ndike veten se të gjitha punët e mëdha dhe të mira që ka bëjë janë të mangëta dhe janë pak për fitur rahmetin Allahu subhanahu wa ta'ala.